Atëherë, përshëndetje për gjithë, faleminderit për interesimin e juaj të vazhdueshëm, edhe për këtë ditë të rëndësishme në ftesën e Presidentes së Republikës Kosovës, zonës Vjosa Osmani. Ne si subjekt politik guxo, morëm pjesë dhe dham qëndrimet tona dhe propozimet tona për çështjen e datës. Para se të flasim për datën, Presidenti ja boni mirë që prap ka pas një kërkesë dhe lutje për gjithë partitë politike, që të shërtohet mundësia që sot të kishim edhe një seancë të radhës në mënyrë që të adresojmë disa prej problemeve që rrezikojnë kategoritë të caktuara me met pa paga, sikur që janë punonjësit e radio televizionit Kosovës, mandej për mundësinë e zgjatjes buxhetore ose çfarë do pike të rëndë ditës që ka qenë pjesë e diskutimit ose propozimit të seancës së parë të orës 11. Nuk kishte dakordim nga shumica e partive politike për me adresu nevojat elementare jetike për kategoritë të ndryshme shoqërore, edhe rrjedhimisht pas mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, PDK, LDK dhe AAK, presidentja nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të firmos shpërbërjen e Kuvendit të Republikës Kosovës, e që dihet që me automatizëm tashmë shkojmë në zgjedhje, pa diskutime të ndryshme rreth asaj se kur është opsioni ma optimal dhe ma i favorshëm për qytetarët e Republikës Kosovës. Ne si guxo kemi mbrojtur qëndrimin që mes datës 21 dhjetor dhe datës 28, ne kemi preferuar datën 28. Arsyet janë të thjeshta për shkak se Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve lokale, për shkak nevojës që të kemi koordinim dhe përgatitje më të mirë edhe të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe të partive politike, por njëkohësisht edhe për nevojën e organizimit më të mirë në nivel të ambasadave dhe të konsulatave në vendet e Bashkimit Evropian, po edhe përtej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky është propozimi jo. Ne mendoj që data optimale mes datës 21 dhe 28 më e favorshmja, më e përshtatshmja për qytetarin, për mërgatën, për institucionin, për menaxhim më të mirë është data 28 dhjetor. Kjo ishte vija e përgjithshme se cilën ishin pjesë të diskutimit dhe qëndrimet e Partisë Guxo. A keni ndonjë pyetje të shpejtë apo ikim? Neve veç guximi nuk na mungon, as na ka mungu kurrë. Vendosëm atëherë se si e shohëm më të arsyeshme, më racionale edhe probabilitetin më të madh fitores, për shkak se ne jemi të bindur që prapë bashkë me vetëvendosjen do të korrim fitore më të madhe se sa të 9 shkurtit. Po, edhe Komisioni Qendror Zgjedhor, sikur se institucionet e tjera, e kanë mundësinë e operimit me atë pjesën e 1 të 12-s, po ajo përfshin vetëm vitin fiskal. Kjo do të jetë forma e adresimit buxhetor, në rast se është e nevojshme. Kosova nuk është pa institucione, kemi qeverinë detyrë, do të shqisohet mundësia që të jenë në dispozicion mjet e shtesë për të siguruar mbarvajtjen e procesin demokratik të institucionit. Faleminderit shumë, ditë mbarë. I dita media, i dita qytetarët Kosovës, pra sot u nënshkrua dekreti për shpërndarjen e Kuvendit Kosovës. Nga ky takim fillon edhe koha për shpalljen e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë parlamentare, bazë të ligjit për zgjedhjet, pra data është më së afër 30 ditë e më së larti 40 ditë nga dita e sotme. Presidenti ka në diskrecion pra ditën e shpalljes së zgjedhjeve, por nga dita e shpalljes, duke qenë se është shumë kohë Kosovës, duke qenë se ka shumë akumulime të temave buxhetore në respekt të qytetarëve të vend për kohën e humbur, kemi propozuar që të jetë dita e zgjedhjeve parlamentare 21 dhjetor. Mendojmë se në këtë mënyrë do t'ja fitojmë paktën një javë kohë vazhdimeve buxhetore që duhet ndodhin, sikur se dini, buxheti i Kosovës mund të funksionojë edhe janar e shkurt 2012, po ashtu qeveria e Kosovës në detyrë që është sot mund merr vendime
për të përmbush disa detyrime buxhetore që i ka si ndaj RTK-s, apo edhe ndaj palëve tjera, se ekzistojnë të praktika, mirë po kur për me vazhdue pra zbatimi i buxhetit në mars, gjithsesi duhet një vazhdim nga Parlamenti i Arsimëm i Kosovës, dhe për këtë arsye një javë na konvenon. Ka diçka, periudha e para vitit të ri, sepse pushteti po kërkon datën 28 dhjetor. Ajo periudhë është një periudhë shumë e çmuar e familjeve tona, e qytetarëve tonë, jo vetëm e pushimit, po edhe bashkimeve familjare, shumë ngjarjeve festive. Është një arrogancë nga politika, një lloj përbuzje, po e them ashtu, deri në ofendim, me ju shpas zgjedhjet me 28 dhjetor, pra në periudhën e pushimeve dimërore, e që pastaj me vazhdu me mbet me numrime, me rezultate, edhe natën e vitit të ri. Nuk kem asnjë arsye me bë këtë. Data 21 dhjetor besoj është data e duhur, është racionale. Sido që tjetë, në cilën do datë, Aleanca është e përgatitur për këto zgjedhje, shkojmë të vetëm si Aleancë në zgjedhje, edhe besojmë shumë që do ta ndihmojmë pra Kosovën me votën e qytetarëve, me besimin e tyre që të mos i humbim më kohë Kosovës. E kam thënë edhe një rast, i paralajmëroj gjithë, pra pas këtyre zgjedhjeve nuk do të kem tolerancë për askënd që bëhet pra pengesë me jesë përpara në krijimin e institucioneve. Në rast se opozita e merr besimin që besoj po, opozita deri tashme, duhet përshpejtojmë kohë, sepse sikur se e dini, situata është mjaft serioze, jo vetëm në aspektin e zbatimit buxhetit, por ka edhe shumë tema tjera, përfshirët sigurisht që e rëndojnë rajonin e Maxherë. Zotëri Haradinaj thanë që presidenti ka propozuar që të mbahet edhe një seancë gjatë ditës së sotshme për marrëveshje të kombëtare dhe për çështjen e financave të RTK-s. A keni refuzuar një gjë të tillë si aleancë bashkë me PDK-n dhe LDK-n? Kemi qenë të hapur në vazhdimsi që gjinet një zgjidhje buxhetore, dhe unë mendoj, pra nuk asnjëherë kemi qenë kundër, por sikur se e shihni koha ka kalu, pra kemi ardhur në ditën e sotme. Ju e dini, unë kam shpreh kritik për mandatarin e dytë, pse mandatari i dytë ka prit 15 ditë. Ka mujtë me prit një javë, edhe nëse e ka ditë e bilogun që shika votat me ja fitue pa kohë Kosovës. Po ashtu nuk ka pas arsye mu thirë seanca për buxhet ditën e djeshme, ditën e fundit të mandatarit dytë. Nëse vërtet e kanë vendosur me thirr atë seancë, pse se kanë thirr para një jave, në mënyrë që të ketë çdo kush mundësi koordinimi ose shqyrtimit mundësive. Tani veç jemi de facto në zgjedhje, unë mendoj që nuk duhet vajtojmë më për të shkuarën, po duhet punojmë që ditën e zgjedhjeve pra ta ndihmojmë vendin me votë, edhe i ftoj qytetarët e Kosovës pa dallim të gjithë, pra ata që votojnë çdo parti, të dalin me votu, edhe ta përshpejtojnë procesin e ecjes përpara. A përshtatoni mundësinë një koalicioni me VV-n për shembull në të ardhmen dhe a preferoni me partitë e tjera para franke para zgjedhjeve? Ne qëndrojmë, pra sikur se e dini, për qeveri të opozitës, nuk ndryshon kjo, nuk ndryshon. Kemi bë përpjekje të vazhdueshme që opozita pra jo vetëm të bashkëpunoj, po ta gjejë një formulë me ecë përpara. Mbesim në këto qëndrime, s'ka ndryshim. Besoj shumë që shumë zhvillime që e kanë rëndu jetën e Kosovës, e qytetarëve të Kosovës, janë tepër serioze, transishme. Unë mendoj që duhet të reflektojmë, pra secili nga ne s'ka të bëjë me vija të kuqe ose hekje të vija të kuqe, po duhet të reflektojmë, nuk e kemi më luksin pas ditës së zgjedhjeve të ardhshme, mos i si deri tash. Ajo sheni ai po na bën detin si vëlla, e falenderoj shumë. Shpreja e shqetësimit për kohën që e humbëm është vërtet e sinqert. Pra asnjëherë që kem kalkuluar
qëndrimet tona veç të çështjet populiste ose zgjedhore. Edhe Kurti ka mujt një javë përpara me ardhur me qeverinë e vet, ka mandatari i parë, po edhe Konjusha ka mujt me ardhur një javë përpara. Nuk ka pas nevojë me prit ditën e fundit e për me na informu që si ka votat. 6 muaj tjera na thëshin se i kem, po ashtu i murën 30 ditë që kanë mujt për një javë mja dhoni përgjigje qytetarëve. Do të ishte respekt, do të fitojshim 2-3 javë në kohë. Kjo është serioze, pra, e kënë shprej këtë shqetësim. E çështja e Tarnës, pra, mos e harroni, unë besoj që ne nuk guxojmë më me u mbyll në taborët tonat pa shtyre zgjedhjeve. Pra, nuk guxojmë, nuk kemi mundësi, ju e dini, jemi në afat kohor shumë të shkurt për me lënë Kosovën pa buxhet. Vetëm edhe në mars mund të vazhdohet 1-12, jo më gjatë, po ka dhe shumë çështje tjera që janë serioze. Si aleancë, pra, unë besoj që ne do të veprojmë në interes të vendit, pas zgjedhjeve të ardhshme, zero. Sa i përket kolegës që na pyeti më herët, vërtet nuk kem dalë me u lavdru shumë, po ne kem kalu mas miri në këto zgjedhje. Sikur që dini 5 komunat që qeverisë aleanca, qëtë 5 i kem fitu me rritje vote. Kemi rritje vote edhe në komuna tjera, përfshin kryeqytet, ku kemi marrë 10.000 vota, edhe ju siguroj që po do t'jemi një partner serioz i institucioneve të ardhshme, i qytetarëve, do t'i shërbim qytetarëve. Ka qenë një maraton e bartjes fajt, ku jalojnë fajn për këta 6 muaj. Të humbur, 6 muaj të humbur. Edhe di sa bo përpjekje me ajo një tjetrit, më do të më ju tregua që kemi qenë pra të mvarur nga qëndrimet e Kurtit vetëvendoshës. Ne nuk kem pas si me ndërmarrë veprime tjera pa konsumimin e veprimeve të tyre. Disa na kanë kritikuar kur në një moment e votuam krye parlamentarit. E lam grupin ton parlamentar, votoi lirshëm, ka qenë qëndrimi ynë i partisë. Nuk ka qenë lehtë për ne. Edhe ende sot ka mendime ndryshme pse. Po e kemi bën interes të me i fitu kohë vendit. Pra mos me lënë vendin pa kufi, unë mendoj që qytetari i vendit e lexon drejt se ai që i ka fituar zgjedhjet, pa që ka fitu ma shumë, se nuk e ka fitu që herën para kësaj, nuk o sjell me përgjithësi. Pra, aleanca nuk mbartë përgjithësi për vonesat që ju në shkaktu, për kundrazi që shedini kemë dhënë emra për kryetar kuvendi, në moment caktuar kemë votu një kryetar kuvendi, pa asnjë marrëveshje politike, pa asnjë tregti çfarëdo natyre, po kemi mes përpara. Duke qenë kështu, më lejoni edhe herë me i ftu qytetarët e vendit gjithë me votu aleancën, ju premtoj qytetarëve të vendit që në çdo përgjegjësi që marr, do ta bëj më të mirën për vendin me besnikëri. Ju faleminderit media. Të nderuar përfaqësues të mediave, Presidenti i Republikës Kosovës, bazuar edhe në zhvillimet seancën e djeshme, ku edhe mandatari dytë nuk arriti të siguroj votat për formimin e qeverisë, sot kanë nënshkruar dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Kemi diskutuar për datat e mundshme për zgjedhje. Qëndrimi jonë si Parti Demokratike është edhe kemi kërkuar që data për zgjedhje të jetë data 21. Arsyet pse data 21? Për shkak se ne kemi pas një shtyrje të vazhdueshme, një blokad në krijimin e institucioneve, që bjen kryesisht mbi barë dhe përgjegjësinë e partisë që ka fituar numrin më të madh të votave, dhe vendi ka nevojë që sa më shpejt të ketë institucione. Nuk shkon të njëjtën kohë edhe me kërku urgjencë në krijimin e institucioneve, po me kërku edhe datë sa më të vonshme për me mojtë zgjedhjet. Dhe data tjetër që është përmend takim ka qenë data 28 dhe ne kemi qenë në favor të datës 21 për më shumë se një arsye, sepse
data 28 është datë kur realisht është para ndërrimit të vitit. KQZ-ja, kur janë zgjedhje e parakoshme, gjithmonë janë zgjedhje që e kanë afatin e limituar kohor dhe unë jam i bindur që ata do ta bëjnë më të mirën e mundshme për organizimin e zgjedhjeve. Unë jam optimist që pas zgjedhjeve do të kemi një krijim të shpejtë të institucioneve dhe normalisht të kalohet kjo blokadë dhe të kemi adresimin e nevojave edhe ligjore, po edhe nevojave që realisht janë për vendin edhe për qytetarët e Kosovës. Ju lutna me mirë kuptim, po do t'i pranoj 3 pyetje për shkak se edhe ashtu më vënë unë takim, 3 pyetje do t'i pranoj. Po të lutem. Gjitha këto kanë qenë të ditura, ne kemi thot që nga qershori që mundëm me mri në këtë situatë, i kemi adresu këto shqetësime dhe këto çështje, e kuptoj logjikën ekonomike, mirë po, logjika ekonomike dhe gjitha çështjet tjera do të vendosen mbrana kornizës ligjore dhe mbrana Kushtetutës Republikës Kosovës. Nuk mundëm na me bo veprime cilat vinë ndesh edhe cilat e shkelin ligjin edhe Kushtetutën. Prandaj kemi bojmë me respektimin e ligjeve dhe Kushtetutës edhe sa i përket ndarjeve buxhetore. One e mbajnë vend shumë mirë. Vitin 2010, afërsisht këtë kohë kemi shkuar në zgjedhje, kur zgjedhjet mbahen në fund vitit, ka të drejtë me u shfrytzu buxheti i Kosovës me 1/12 2 muajt e parë të vitit, ndërsa për muajin e tretë krijohen institucionet dhe shkohet në kuvend me vendim për shtyrjen e shfrytëzimit të ndarjeve buxhetore. Kjo ka ndodhur në vitin 2011 kur u shtryu qeveria dhe shpresoj se do të ndodh edhe tash dhe do të kalohet ky ngërç. Po të lutem. Fundit nacionale jeni renditëri dytë si kandidat për kryeministër. Këto zgjedhje a mendoni realisht që do të arrini të fitoni zgjedhjet dhe do të bëni kryeministar poshtë? Unë do të garoj me një ekip të mirë, me një program të mirë, të matshëm, të zbatueshëm, me një listë të mirë. Jemi të përgatitur si parti politike, sepse kjo punë është ditë qysh më atë që të gjitha veprimet janë të bëjë që vendi shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme. Mirë, po të gjitha veprimet janë bëjë që realisht të vim në një situatë çfarë kemi ardhur tash. Ka mujt me ndodhë më herët, e dim që ka pas mundësi ndodhë edhe para disa ditëve, para disa javë, po kanë shfrytzu atë mundësinë maksimale ligjore që të prolongohet sa më tepër. Po të lutem. Keni thënë nuk keni vijat kuqe me asnjë subjekt politik. Nuk shihet këto që mund të keni bashkëpunime të vendosen apo jo? E kom thonë, po ri përsëris. Partia Demokratike e Kosovës, une, sekretari Partisë Demokratike të Kosovës, nuk kem vijat kuqe për asnjë subjekt politik. Kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi më të afërt sa i përket aspekteve programore, mundësisë bashkëpunimit me partitë që në të kaluarën kanë qenë në opozitë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Respekt. Mirë dita gjithve, besoj tani më jeni të njoftuar, po përfundon kë cikël 9 mujor. Në momentin presidenti e ka shpërndar parlamentin. Besoj që është një lajm i keq për Kosovën. Tash 9 muaj Kosova me këtë forca politike dhe me këtë besim që kanë forca politike kanë dëshmuar që nuk kanë kapacitet dhe pjekurit mjaftueshme politike për të ndërtuar marrëveshje, për të përmbushur vullnetin e qytetarëve, për të ulur bashkëbiseduar e për t'i dhënë vendit institucione. Fatkeqësisht, kjo që ka ndodhur sot me shpalljen e zgjedhjeve, me shpërndarjen e parlamentit, tregon pa aftësi, pa pjekuri dhe pa njohuri se si ndërtohet shteti, institucionet dhe si funksionohet. Dhe shpresoj që qytetarët e Republikës Kosovës, ashtu si që nuk e kanë pritur që kështu do të përfundoj vota tyre, shpresoj që në zgjedhjet që vinë do të kërkojnë llogari për gjëzve kryesor të mos konstituimit të institucioneve të Kosovës. Sot ka qenë dashur, e tash 9 muaj, thuaj çdo ditë ka qenë dashur me dalë me deklaru krijimin e qeverisë, ndërtimin e trupave të parlamentit, funksionimin e institucioneve. Fatkeqësisht kjo s'ka ndodhur. Fatkeqësisht që për 9 muaj
me gjithë përpjekjet që ne kemi bërë, me gjithë angazhimin dhe dëshirën tonë që të përmbushim vullnetin e njerëzve për të pasur institucione, Kosova po shkon drejt të zgjedhjeve të reja, me një vit humbur, me shumë shansa të humbura, me shumë dëme për vendin tonë, si planin nacional, ashtu dhe ndërkombëtar, si planin ekonomik, ashtu dhe politik. Dhe tani është koha edhe është momenti të kthehemi qytetarëve të Republikës Kosovës për të vlerësuar e të votuar. E përësia ime është që i ftoj qytetarët që të analizojnë mirë të 9 muaj që ka ndodhur në Kosovë. Është koha për një leadership ndryshe, është koha për një leadership të pjekur, racional, një alternativë e cila din e ka kapacitet të ndërtoj institucione, një alternativë e cila ul tavolinë, e bashkëbisedon, e trajton temat me interes të vendit. Dhe sot do bëni përpjekje, si që u tentua ditëve të fundit, dhe kur juve ju dalin këtu, ju flasin për buxhete, ju flasin për shanset humbura, mos harroni për gjezi kryesor, pse Kosova sot s'ka buxhet, pse sot punëtorët e organizatave buxhetore nuk kanë rroga fajën shtetar. Të atyre të cilët kanë mundur të paktën të ndërtojnë një qeveri të konsenzusit, të ndërtojnë një konsenzus për buxhetin dhe të bëjnë një fazë para kalimtare drejt zgjedhjeve të lira. Dhe këto nuk patën vullnet, nuk patën dëshirë dhe fatkeqësisht jemi ku jemi tani për na presin zgjedhjet e lira. Unë besoj që koha është Kosova ta ketë një alternativë të fuqishme opozitare, një alternativë ndryshe. E kam thënë edhe po them përsëri. Na duhet një alternativë e re, e cila jep shpresë për ndryshime. Kosova duhet një qeverisje ndryshe, dhe për të ndërtuar një qeverisje ndryshe më shumë se kur duhet zëri opozitar, një leadership, një alternativë serioze, duke ndërtuar 3 bloqe më tepër për të krijuar një mundësi dhe maksimalizuar nivot për ndryshimit. Na duhet bashkimi i atyre njerëzve racional e me përvojë, të cilët kanë kapacitet, durim, dije e pjekuri politike për të bashkëbiseduar e trajtuar për të gjetur zgjidhje aty ku nuk shihen zgjidhjet. Unë jam për këtë alternativë, besoj kjo është e qytetarëve, po ashtu ajo që duhet të them është nisma shkon drejt zgjedhjeve, qoftë përmes ndonjë koalicioni i cili ka një alternativë serioze, dhe ne pa një alternativë serioze shkojmë rrugës, do ta trajtojmë, qoftë me to ose pa të, nisma do të jetë në zgjedhje. Ne preferojmë me një grup politik që shohemi që për një me drejtuesi i tij, leadershipi, o nis gares për të fituar për të qenë kryeminist i Kosovës. Dhe nëse shohim këtë alternativë dhe këtë vizion, atëherë nisma është e gatshme me dha kontributin e saj, siç ka thënë, aty ku është nisma do të jetë kryeministi i ardhshëm i Kosovës. Është e preferuar për juve edhe a është kjo një thirrje për PDK-n dhe LDK? Shiqeni, kjo që ka ndodhur ne e dimë, vetë mandatimi i dytë ka pas një objektiv, shagimin e datës zgjedhjeve. Dhe ndash, duke qenë në këto situata ngushtë hapësinore të ligjore, data më e mirë, në fakt edhe imponuar është data 21 dhjetor, po mos të zhagojmë me mandatarin e dytë, kemi mund të shkojmë zgjedhje me 14-in, dhe presim që me 21 dhjetor të shpallën zgjedhjet. Janë vetëm 2 data, 21 dhe 28. Shohim se cila do të vendoset. Për faktin që pas zgjedhjeve të fundit, pas rezultatit të një distancu nga AOP, a presni që ka më pas problem nëse përket me besimin me parti tjera? Ne nuk kemi distancuar, qëndrimi jonë, ne jemi grupi aksioni politik më i besueshëm këtë vend. Për shkak të ndershmërisë, konsistencës tonë politike, ju një gazetar dhe merrni e shikoni qëndrimet e gjitha grupe politike edhe shihni konsistencën. 9 muaj, para këtij kovendi, me gjithë përpjekjet tona për gjetur zgjidhje, jemi atakuar e jemi sharë nga lloj-lloj. Kanë deputet, grupe politike, dhe ja ku jemi. Dhe ata nesër nuk ka rrugë tjetër përveç bashkëpunimit. Dhe ju do ta shihni mas zgjedhjeve. Këta të cilët kanë pas bërë bloqe, nuk kanë rrugë tjetër përveç bashkëpunimit dhe ndërtimit të institucioneve. Mos bashkëpunimi, mos marrëveshja, mos ndërtimi marrëveshje politike që ku na ka sjell. Po shkojmë drejt zgjedhjeve me një kovend që për mua është i diskutueshëm i konstituar,
që unë besoj që është shkel kushtetuta, edhe këtu ku jemi, edhe këtu arvajtë që kanë bërë deri tani, unë jam i bindur që kuvendi i Kosovës nuk është konstituar mbi bazën e kushtetutës, presim vendimin e gjykatës, si do ta shihni, edhe unë besoj që sikur në gjykimet e kaluara, gjykata më ka dhënë drejt në qëndrimet e mia juridike dhe politike, jam i bindur që edhe këto do ta bëjnë. Kjo tregon që politika nuk bëhet me reakcion. Politika nuk bëhet me reagime, me idhrime, me ego. Ne kemi përgjegjësi para qytetarëve për të egove tona, me gjetë rrugë të bashkëpunimit, rrugë të cilat i japin mundësi dhe zgjidhje Kosovës. Sot po shkojmë zgjedhje sepse ata që kanë mujtë me dhënë zgjidhje Kosovës ose nuk kanë ditur, ose nuk kanë dashur, dhe s'kan mujtë me kalu egon e tyre. Dhe presin qytetarët, pikërisht ata që kanë mundur ta bëjnë këtë zgjidhjen, nuk e kanë zgjidhur, tin të shkojë qytetari i Kosovës. Ne, si thash, jemi natyra e koncepti jonë i ndërtimit dhe angazhimit politik është bashkëbisedimi. Unë i qëndrej konsistent rreth saj, se di që rrugë tjetër s'ka, që ku erdhëm. Ata kanë marrë këtu ku jemi ne. Këni, kohëve të fundit kanë nisë dhe me zbut ka pak kjo. Kështu që, çka do me thëmë këta? Kjo është vizioni im politik. Bashkëbisedimi, kompromisi, gjetja zgjidhjeve për vendin. Vizioni dhe mjeshtria politike është kur jeni në tavolinë, dini me dhënë zgjidhje problemit. Afroni e bashkoni njerëz që në shikimin e parë duken të pamundra. Dhe duke qenë ky vizioni im i përhershëm, i angazhimit tim politik për vendin, duke pas parasysh që interesat partijake duhet mi shmangu kur është interesi i vendit, e me kalu mbi to, kjo është rruga që unë kam ndjekur dhe vazhdoj me ndjek. Jam i gatshëm të përgjigjem ftesave, të ulem, të pim kafe, të ndëgjoj ide, projektet, të secilët që më fton, dhe ndërsa vendimin se në cilën drejtim shkon nisma, e thash, nisma, nëse do të kemi një alternativë serioze, e cila siguron dhe jep shpresë për një qeveri së ndryshe, aty do të jetë nisma socialdemokrate, edhe me miku si që e thatë ju, po kemi pi kafe, do të pim kafe, nga sot dhe të tjetë do të pim kafe, mundohet çdo ditë. Pa tjetër, ne jemi në politikë, në beteja politike, ne nuk më shifëmi. E rëndësishme është në çka qëndron. Shumë më rëndësi cilën çka qëndron ju, cilë vizioni ju, çka profesioni ju. Ju dini para qytetarëve me një alternativë tonë. Ju dini para këtyre njerëzve, unë sot dal ball hapër para qytetarëve të Republikës Kosovës, e posaçërisht para votuesve që kanë votuar nisme. 9 muaj kemi qenë vetëm një zënë racional e konstruktiv në këtë vend, jemi sharë atakuar. Çdo ditë aty 9 muaj ata kanë ardhur të qëndrimi jonë. Sot, vetëm një grup politik që mund del para juve me thonë, është marrë, kjo që apo ndodh, kjo s'ka qenë ndashme ndodh, dhe mund drejtoj dikur gisht për fajtor, veç nisma mund e drejton gishtin, e cila për 9 muaj ka parashikuar se nëse s'ka marrëveshje politike, do të vim këtë gjendje ku jemi sot. Ne kaq kemi pas mundësi, edhe unë pres që qytetarët e Kosovës të vlerësojnë qëndrimin tonë, dhe natyrisht, siç e ka treguar zgjedhjet lokale, presim edhe dyfishimin e votave për nismë. Kështu ka ndodhur në zgjedhjet e fundit lokale. Ne jemi dyfishuar dhe do të shkojmë drejt, sepse njerëzit nuk ka rrugë tjetër në Kosovë. Politika tjera, politikat e polarizimit, politikat e përqarjes, politikat e sharjes, e shpifjeve dhe mashtrimeve nuk kanë më vend në Kosovë. Dal nga dal, ka më kthy politika e pjekurisë, e racionalitetit, e bashkëpunimit. Me mashtrim, e me shpifje, nuk mund është mi mashtru e mi maj gjithmonë nga të veti njerëzit. Është koha e së vërtetës. Dhe ne ndihemi krenarë që përfaqësojmë këtë koncept politik. Ne nuk sakrifikojmë vizionin dhe shërbimin ndaj vendit për një grusht vota më tepër. Prandaj kemi qëndruar në qëndrimin tonë që duhet jemi racional, të pjekur dhe të japim kontributin në shërbim të vendit tonë. Nëse zoti Limaj nëse rezultati pothuajse delin gjashëm, a jeni gatshëm sërish të uleni me Albin Kurtin për të diskutuar dhe si ka mundësi të jeni kaq i hapur? Mos supozoj. Njëkohësisht keni dhënë shumë kritika zoti Kurti për Po që to është dallimi. Unë jap kritika, edhe kam dhënë kritika, argumentet politike dhe kritika është pjesë e demokracisë, vlerë demokratike.
Po ju s'keni dëgjuar asnjëherë goditje personale nga goja ime për njerëzit, për deputetet, për grupet politike. Dhe këtë është dallimi mes meje e të tjerëve. Unë vazhdimisht, edhe ju e dini kritika politike jam edhe jashpër, kuptimin e komunikimit, po kjo vlera demokratike për të kritikuar, sugjeruar, këshilluar, për të pajtuar ose mos u pajtuar. Dhe kjo është atë që ne përfaqësojmë. Çka do të vjen të ardhmen, angazhimi ynë, i nismës dhe imi është për një alternativë tjetër, për një qeverisje ndryshme, një leadership i pjekur, racional, që e bashkon Kosovën. Më shumë se kur kem nevojë sot këtë polarizim nga sot me dha fund, koha e populizmit tash e 5 vite do të me marrë fund Kosovë. Kjo logjikë e përplasjes dhe garës kush është më destruktiv dhe kush kujt po ja hedh do të me marrë fund Kosovë, është koha e atyre që prodhojnë ide, vizion, projekte, bashkon popullin dhe me fut Kosovën në punë, për punë të mira. Faleminderit shumë.